Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Jam 35 vjeçe dhe prej 5 vitesh jam e martuar me njeriun që dikur mendoja se do ishte qetësia ime për gjithë jetën. Nuk kemi pasur në një histori të çmendur dashurie si nëpër filma, por kishim diçka që gjithmonë më dukej e fortë, mirëkuptim, respekt dhe një lloj afërsie që ndërtohej me kohën. Jetonim në një jetë të zakonshme në Tiranë. Të dy punonim, ktheheshim në shtëpi në darkë, hanim bashk, shinim ndonjë film dhe fundjavat zakonisht i kalonim me familjarët ose duke bërë gjëra të thjeshta që na pëlqenin. Nuk ishte jetë luksi, por ishte e qetë. Ose të paktën kështu mendoja unë. Pjesa më e vështirë e martesës tonë kishte qenë fakti që nuk kemi akoma fëmijë. Në fillim nuk e kishim me nxitim. Mendonim që kemi kohë. Donim të stabilizonim jetën, punën, shtëpinë, por vitet po kalonin më shpejt se sa ne e kishim menduar. Dhe pyetjet filluan. Nuk po bëheni me fëmijë? Çfarë po prisni? Mos keni ndonjë problem? Në fillim buzëqeshja dhe shmangja ishin arma ime më e fortë. Por me kalimin e kohës ato pyetje filluan të rëndojnë mbi mua sigur. Sidomos sepse e dija që edhe buri im e ndjente presionin. Kishim bërë analiza, vizita, kontrolle, mjekët thoshin që gjithçka dukej normale dhe se ndonjëherë thjesht duhej kohë. Por muajt e fundit nuk ishte vetëm ky problemi, ishte pikërisht ai. Buri im kishte filluar të ndryshonte në mënyra të vogla që në fillim mezi i vura re. Filloi të kthehej më vonë nga puna, të rinte më shumë në telefon, të buzëqeshte her pas here duke shkruar mesazhe dhe pastaj ta kthente ekranin përmbys sapo unë afrohesha. Në fillim i thash vetes që po e egzagjeroja, por intuita e një gruaje nuk gabon lehtë. Ai ishte bërë më i ftohtë me mua. Nuk më përqafonte më si dikur, nuk më kërkonte afërsi. Madje kishte net që rinte zgjuar në sallon me telefon në dorë dhe vinte të flinte shumë vonë. Kur e pyesja nëse kishte ndonjë problem, përgjigjej: jam lodhur nga puna. Por nuk ishte vetëm lodhje. E ndjeja këtë gjë. Një mbrëmje po hanim darkë dhe telefoni i tij vibroi mbi tavolinë. Ai e mori me një herë dhe buzëqeshi lehtë para se të çohej nga tavolina. Po vi, thash shkurt dhe doli në balkon për të folur. Nuk e di pse, por ai buzëqeshje më ngriu stomakun. Rinte në telefon me minuta të tëra dhe fliste me zë të ulët. Kur u kthye brenda, sillej sikur asgjë nuk ishte ndodhur. Por unë nuk po haja më, por po shikoja atë. Për herë të parë pas 5 vitesh martesë po dyshoja shumë tek ai. Atë natë nuk kam fjetur fare. Ai ishte kthyer nga ana tjetër e krevatit dhe unë rija zgjuar duke parë tavanin e errët. Në kokën time filluan të lidhen shumë gjëra që më parë i kisha injoruar. Daljet e shpeshta, ftohtësia, telefoni me vete, mënyra si shmangte bisedat me mua dhe mbi të gjitha, fakti që prej muajsh nuk më shikonte më me atë ngrohtësinë që kishte dikur. Të nesërmen, ndërsa ai ishte në dush, telefoni i tij u ndez mbi tavolinë. Një mesazh, vetëm 2 fjalë u shfaqën në ekran. Më mungon. Në atë moment djeva sikur më ra toka mbi kokë. Pa e kuptuar, dora ime shkoi drejt telefonit. Dora më dridhej ndërsa mora telefonin nga tavolina. Zemra po më rihte aq fort sa mendova se do zgjoj nga gjumi vetëm nga zhurma e saj. Pash mesazhin përsëri. Më mungon. Vetëm 2 fjalë, por ato 2 fjalë mjaftuan që gjithë dyshimet që kisha mbajtur brenda vetes prej muajsh të shpërthenin me një herë. Në atë moment dëgjova zhurmën e dushit që u fik dhe e lash telefonin aty ku ishte pa arritur të shoh më shumë. Kur ai doli nga banja, unë bëra sikur po flija. Në të vërtetë diçka kishte ndryshuar përgjithmonë brenda meje. Nga ajo natë fillova të jetoj me ankth. Nuk arrija ta shikoja më njësoj. Çdo lëvizje e tij më dukej e dyshim, çdo buzëqeshje para telefonit më dukej si provë.
Fillova të kontrolloj oraret e tij, mënyrën si vishej kur dilte dhe madje parfumet që përdorte. U bëra paranojake dhe pjesa më e keqe ishte që nuk po arrija të ndalesha. Kur ai vonoi në punë, unë imagjinoja skenare në kokën time. Kur dilte për kafe me shokët, zemra më rihte fort derisa kthehej në shtëpi. Nuk isha më vetja. Madje fillova të humbas oreksin. Netve zgjohesha nga gjumi dhe ria duke e parë ndërsa flinte, duke pyetur veten e heshtje. Kush je ti në të vërtetë? Një pjesë e imja donte ta pyeste direkt, por një pjesë tjetër kishte frikë nga përgjigja. Kështu që fillova të bëj diçka që nuk do e kisha menduar kurrë për veten time. Fillova ta kontrolloj fshehurazi. Një ditë ndërsa po ecja nëpër një dyqan elektronik në qendër të Tiranës, pash një kamer të vogël sigurie. Ishte aq e vogël sa mund të fshihej pothuajse kudo. Nuk e di çfarë më shtyu ta blej, ndoshta dëshpërimi, ndoshta nevoja për të ditur të vërtetën, ose thjesht fakti që intuita ime po më çmendte dita ditës. Atë mbrëmje prita derisa ai ra në gjumë dhe dola poshtë tek makina. Me duar që më dridheshin, vendosa kamerën në një cep të fshehur pranë pjesës së përparme. Kur u ktheva në shtëpi, ndjeva turp nga vetja, por ishte shumë vonë për t'u kthyer pas. Ditët që pasuan ishin një ferr emocional. Çdo ditë prisja me ankth momentin kur do kontrolloja regjistrimet. Në fillim nuk kishte asgjë të çuditshme, punë, trafik, kafe zakonshme, derisa erdhi ajo e njëjta. Ai më tha se do vonoj sepse kishte takim pune. Unë nuk fola, vetëm pohoja me kokë, ndërsa brenda meje ndjeja një parandjenjë të rëndë. Atë natë sapo ai ra në gjumë, mora laptopin dhe hapa regjistrimet. Në fillim pash makinën duke lëvizur normalisht nëpër qytet. Pastaj ai ndaloi pranë një lokali në periferi të Tiranës. Pas pak në makinë hipi një djalë, shumë i ri, diku te 21 vjeç. Fillimisht mendova se ishte rastësi, ndoshta ndonjë kolega po i njohur, por pastaj pash mënyrën si po flisnin. Afërsinë, buzëqeshjet, mënyrën si buri im e preku lehtë në dorë ndërsa po qeshnin. Në atë moment më ngriu gjaku, por nuk mbaroi aty. Në regjistrimet e ditëve të tjera pash edhe djem të tjerë, gjithmonë të rinj, takime të fshehta dhe ai versioni burit tim që nuk e kisha parë kurrë më parë. Ndjeva sikur po shembej gjithë jeta ime para syve. Nuk ishte thjesht çështja e tradhtisë, ishte fakti që po kuptoja se burri me të cilin kisha ndarë 5 vite jetë, kishte një anë të fshehtë që nuk e kisha imagjinuar kurrë. Ula në dysheme me laptopin përpara dhe fillova të qaj në heshtje. Jo vetëm nga dhimbja, por nga tronditja. Për herë të parë po kuptoja që ndonjëherë nuk mjafton të jetosh me dikë për ta njohur vërtet. Dhe tani nuk dija më çfarë ishte e dhimbshme. Tradhtia apo fakti që buri im kishte jetuar një jetë tjetër paralele me timen. Për disa ditë rresht nuk i thash asgjë, sillesha normal vetëm sepse nuk dija si ta përballoja të vërtetën. Çdo herë që shikoja në sy më kujtoheshin ato pamje në makinë dhe ndjeja një përzierje zemrimi, trishtimi dhe keqardhje. Por heshtja po më shkatronte. Një mbrëmje ndërsa ai po rrinte në sallon me telefon në dorë si zakonisht, ula përballë tij dhe i thash: "Unë e di të vërtetën. Nuk e di për çfarë po flet, ma ktheu." Hapa laptopin dhe i tregova regjistrimet. Në atë moment fytyra ju zbardh krejtësisht. Për disa sekonda nuk foli fare. Uli kokën dhe filloi të qajë në heshtje. Ishte era e parë që e shija ashtu. Më tregoi gjithçka atë natë, që prej vitesh kishte luftuar me atë pjesë të vetes që kishte menduar se martesa do ta ndryshonte. Më kishte dashur vërtet dhe kishte dashur të ndërtonte një jetë normale me mua. Por me kalimin e kohës kishte filluar të ndiej i mbytur dhe i ndarë mes dy jetëve. Dhe unë kuptova diçka shumë të dhimbshme. Ai nuk kishte jetuar me qëllimin për të më lënduar mua, por kishte jetuar duke gënjur veten. Pas asaj bisede vendosëm të ndaheshim qetësisht. Nuk pati skandale, ulërima apo urrëtie. Vetëm trishtim dhe ndjenja që kishin mbetur pezull mes nesh. Mu desh kohë të rimblidhja veten.
Sot kur e kujtoj atë periudhë nuk ndjej më zemërim, vetëm keqardhje për dy njerëz që u përpoqën të shpëtonin një martesë, kur në të vërtetë secili kishte humbur veten prej kohësh.